Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari i gjykatës kushtetuese në Maqedoninë e Veriut është kundër propozimeve të partive politike për mekanizmin e vendosjes me badenter në këtë institucion. Në një konferencë për mediat pas interesimin nga gazetarët, Darko Konstantinovski tha se ky mekanizëm është i mirë për politik, por jo edhe për organet gjyqësore. Është më mirë të mbyllen institucionet sesa të vendoset një mekanizëm i tillë, për shkak se në këtë mënyrë nuk vendosin më argumentet kushtetuese juridike, deklaroi kryetari i gjykatës kushtetuese. Masat e marra nga Maqedonia e Veriut për uljen e çmimit të karburanteve ka dhënë efektet e tyre në treg. Ministria e Energjisë, Minerave dhe Burimeve Minerale informon opinionin publik se çmimet e karburanteve janë stabilizuar dhe presioni i çmimeve është zbutur ndjeshëm. Përmes komunikimit me kompaninë Okta, Ministria e Energjisë siguroi përmirësimin e kushteve për uljen e çmimeve të derivateve të naftës me qëllim uljen e mëtejshme të presionit të çmimeve mbi qytetarët dhe ekonominë. Përpasoj është informuar se ka një ulje të çmimit të naftës nga 2 deri në 3 denar për litër. Sipas ministrisë dhe ulja e TVSH-s nga 18 në 10% ka siguruar një ulje shtesë të çmimit nga 6 deri në 7 denar për litër. Kosova godet strukturat e spionazhit serb. Ministri i Mbrojtjes Eyüp Maqedonsi tha se Agjencia e Inteligjencës Kosovës ka bërë punë të mirë në goditjen e spionazhit serb dhe luftës hibride. Ai tha se është era parë që nga pas lufta në Kosovë, që goditet në mënyrë të organizuar dhe gjithëpërfshirëse rrjeti i spionazhit serb. Ministri i Mbrojtjes tha se lufta në këtë drejtim nuk ka përfunduar, pasi sipas tij Serbia nuk do të ndalet në përpjekjet e saj për destabilizimin e Kosovës. Maqedonsi tha se Serbia me luftën hibride të mbështetur dhe nga Rusia ka synim të vënë në pikpyetje shtetësinë e Kosovës dhe funksionimin e institucioneve të saj. Lufta hibride e Serbisë e mbështetur nga Rusia ka spori synim që të vënë në pikpyetje shtetësinë e Republikës së Kosovës, vënë në pikpyetje aftësinë e institucioneve të Republikës së Kosovës për të qenë funksionale dhe të qëndrueshme. Pra, gjitha këto dezinformata, gjitha ato lajme të rreme, pikëspori kanë pasur synim të paraqesin institucionet tona të paafta për të funksionuar, dhe kjo bëhet normalisht përmes shpërndarjes së informacionit, por lajmeve të rreme, duke i paraqitur informacionet, në fakt institucionet tona armiqësore në raport me komunitetet tjera, veçanërisht me komunitetin serb. Bota. Irani fillon të lejojë anijet jo armiqësore të kalojnë përmes ngushticës së Hormuzit. Disa anije nga Kina, India dhe Pakistani po kalojnë në këtë rrugë ujore jetike. Raportohet se janë vendosur dhe pagesa deri në $2 milion për të kaluar. Krahas asaj, një zëdhënës i ushtrisë iraniane është tallur me pretendimet e Trump se po zhvillohen bisedime për një marrëveshje paqe, duke thënë se SBA po negocion me vetveten. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se zëvendës presidenti J.D. Vance dhe sekretari i shtetit Marco Rubio po udhëheqin negociatat me Iranin, duke shprehur optimizëm se një marrëveshje është afër. Një burim iranian i tha CNN se Teherani është i gatshëm të dëgjojë propozime të qëndrueshme për t'i dhënë fund luftës. Britania dhe Franca janë në përpjekje për të krijuar një koalicion për të ndihmuar në sigurimin e ngushticës së Hormuzit. Mbretëria e Bashkuar është ofruar të organizojë një konferencë sigurie mbi kanalin kyç për dërgesat globale të naftës në Portsmouth ose në Londër në të ardhmen e afërt për të zhvilluar plane, raporton BBC. Zyrtarët e mbrojtjes thonë se çdo mision do të kërkojë një koalicion të marinës për të ofruar siguri për anije tregtare dhe thekson se çdo plan për të shoqëruar cisterna do të diktohet nga kërcënimi i cili aktualisht është shumë i lartë. Një zyrtar i mbrojtjes britanike tha se beson që raportet për vendosjen e disa minave ishin të vërteta, por shtoi se korridoret e transportit detar në ngushticën e Hormuzit ishin ende të hapura dhe po përdoreshin nga një numër i vogël cisternash. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.